si duhet të jemi ne ndaj Kur'an. Ka mundësi njeriu t'ia kthen shpinën Kur'anit duke mos e besuar atë fare. E besoj që kjo është fjala e Allahut, mirë, po çka thot Allahu në te. Më së paku besimtari duhet të lexon Kur'an, po nëse mungon edhe një gjë e tillë, sa prej atyre të cilët din të lexojnë Kur'an, ju është pluhuros Kur'ani në shtëpitë e tyre. Dhe sa njerëzve ju është pluhuros telefoni. Të ri të cilët jetojnë në këtë kohë dhe të cilët nuk dinë të lexojnë Kur'an. A do të gjendet ndonjë arsye para Allahut Azza wa Jall? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku në hijen e serialit të ligjëratave i cili është titulluar Si duhet të sillemi. Si duhet të sillemi ne në jetën tonë ndaj shumë aspekteve, ndaj shumë gjërave, si na udhëzon, si na mëson Islami që ne të jemi të edukuar, të jemi të pajisur me moral, të jemi të sjellshëm në gjitha aspektet. Megjithse para se të kalojmë në sjelljen tonë ndaj krijesave të Allahut Azza wa Jall, së pari kemi përmendur si duhet të jetë raporti jonë ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj si duhet të jetë edukata jonë ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të kalojmë në një pjesë tjetër e cila gjithashtu është mjaft e rëndësishme, si duhet të jetë raporti jon, si duhet të jetë sjellja jon, si duhet të jetë qasja jon ndaj librit të Allahut Azza wa Jall, ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall, ndaj Kur'anit, si duhet të jemi ne ndaj Kur'anit, ndaj këtij libri që Allahu Azza wa Jall i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë ummet i cili është mrekulli e pavdekshme deri në ditën e Kiametit. Ne Kur'anin e kemi, librin e Allahut Azza wa Jall e kemi. Ne si besimtar, ne si musliman kemi obligime, kemi hak ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall. Ne si musliman duhet të mundohemi të jetojmë me ato fjalë që i zbriti Allahu, të fusim ato në praktikën e jetës tonë, të meditojmë në argumentet e Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë. Mirë po, sa prej njerëzve, sa prej besimtarve janë ata të cilët ja kanë kthyer shpinën librit të Allahut Azza wa Jall. Ashtu si tha Allahu Azza wa Jall, fjalët e pejgamberit të Allahut i cili tha: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura."
Dhe tha pejgamberi Allahut: o Zoti im, populli im i a kthin shpinën Kur'anit, i a kthin shpinën fjalës Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah thot: me a kthi shpinën Kur'anit, me bojkotu Kur'anit, mu distancu njeriu prej Kur'anit, kjo është në 5 mënyra të ndryshme. Ka mundësi njeriu t'ia kthen shpinën Kur'anit duke mos e besu atë fare. Dhe kështu ndodhi me popullin e pejgamberit Allahut, me idhujtarët të cilët nuk e besuan fare, ja kthyen shpinën Kur'anit. Allahu i zbriti ajetet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u apërcolli ato ajete, mirë po ata nuk i besuan. Ata i përgënjeshtruan, ata ja kthyen shpinën Kur'anit, dhe kjo është e para e tyre më e rrezikshmja. Mirë po ka mundësi që njeriu ta beson Kur'anin, ta pranon atë si libër të Allahut Azza wa Jall, dhe pastaj t'ia kthen shpinën. Dhe fatkeqësisht pastaj njerëz të tillë mund të gjesh shumë edhe në mesin e muslimanëve. E dyta e tyre, tha Ibn Qayyimi, ka mundësi që njeriu t'ia kthen shpinën Kur'anit duke mos e praktikuar atë. Unë e besoj që kjo është libri i Allahut, e besoj që kjo është fjala e Allahut, mirë po çka thot Allahu në te, kjo duhet dhe kjo nuk duhet, kjo obligohet dhe kjo ndalohet, një gjë e tillë nuk është në praktikën e besimtarit, nuk është në jetën e tij prezente fare, dhe kjo gjithashtu është me ja kthy shpinën Kur'anit. Allahu e urdhron njeriu me namaz, e urdhron me agjërim, e urdhron me zekat, e urdhron me hax, e ndalon nga haramet, nga gjunat, e kështu me radhë, dhe në fund e shet dikant i cili thot: po, unë e besoj që kjo është fjala e Allahut, dhe në praktik nuk i gjen fjalët e Allahut në jetën e tij. Gjithashtu kjo nga kthyerja e shpinës, lania e Kur'anit mbrapa. Gjithashtu, tha Ibn Qayyimi, e treta e tyre është mos gjykimi me librin e Allahut Azza wa Jall. Kur njerëzit nuk gjykohen, nuk orientohen që zgjidhjet t'i gjejnë me Kur'an, ndodh një problem, ndodh një mosmarrveshje, ndodh ndonjë gjë që ka të caktuar dënim, ndodh ndonjë gjë që ka të caktuar shpagim, ndodhin gjëra në mesin e njerëzve, në mesin e besimtarëve. Cili është gjykimi i Allahut në lidhje me këtë? Apo në sa raste ndodh që njerëzit më shumë mund ta favorizojnë, më shumë mund ta pëlqejnë, më shumë mund ta pranojnë një ligj të njeriut se sa një ligj të Allahut Azza wa Jall. Dhe ndoshta ai ligji i kanunit i duket më i kapshëm. Apo këto ligjet moderne të shteteve të civilizuara duken më të kapshme, më të përshtatshme se sa vetë ligji i Allahut Azza wa Jall. E kush e di më mirë për njerëzit se si mund të jetë zgjidhja e çdo problemi, zgjidhja e çdo çështje, përveç se atij i cili i ka krijuar njerëzit. Allahu i ka krijuar njerëzit, edhe meshkujt edhe femrat, edhe të asaj kohe edhe të kësaj kohe, edhe të atyre vendeve dhe të këtyre vendeve. Dhe ai është i cili i ka caktuar ligjet për çdo gjë. Kur njerëzit ja kthejnë shpinën ligjit të Allahut dhe drejtohen tek ligjet tjera. Gjithashtu nga kthyerja e shpinës së Kur'anit, bojkotimit të Kur'anit, është mos kuptimi dhe mos meditimi i ajeteve të Kur'anit. Nuk thellohet njeriu, nuk thellohet besimtari që të shese çfarë thot Allahu Azza wa Jall në këto ajete. Ndoshta lexon ajete dhe ajete të vazhdueshme në jetën e tij, në namazet e tij e kështu me radhë, dhe kur nuk interesohet se çka thot Allahu në këto ajete, çka nënkuptojnë këto fjalë të Allahut për neve. Dhe një gjë e tillë gjithashtu nga kthyerja e shpinës së
librit të Allahut Azza wa Jall. Dhe e pesta e tyre, të cilën e përmendi Ibn Qayyimi, tha dhe mos shërimi me Kur'an. Mos shërimi i sëmundjeve të cilat shërohen me Kur'an, drejtimi tek ata të cilët mundohen të shërojnë me magji dhe kurtha të tjera. Të gjitha këto janë nga kthyrja e shpinës. Cilën prej tyre mund ta gjejmë në mesin ton? Cilën prej tyre mund ta gjejmë në mesin e besimtarve? Apo fatkeqësisht ndoshta do t'i gjejmë të gjitha, përveç mos besimit. Besimit po. A e besojmë librin e Allahut? Po. A e besojmë që kjo është fjalë e Allahut? Po. A është Kurani në zemrat tona? Po. Mirë po. Praktikën me Kur'an, gjykimin me Kur'an, meditimin e ajeteve të Kur'anit, e kështu me radhë, deri te ajo e cila kërkohet më së paku ndaj Kur'anit. Cila është më pak ndaj Kur'anit që ti mundesh me bë si musliman? Cila është më së paku? Më së paku ti si musliman, më së paku duhet ta lexosh Kur'anin. Më së paku duhet ta lexosh Kur'anin. Pastaj vjen më lart praktika e Kur'anit, zbatimi i ajeteve të Kur'anit, gjykimi me ajetet e Kur'anit, meditimi i ajeteve të Kur'anit, jeta e besimtarit me Kur'an. Të gjitha këto janë më lart. Më së paku besimtari duhet të lexon Kur'an. Po nëse mungon edhe një gjë e tillë, e në sa raste në jetën tonë mungon një gjë e tillë, sa prej atyre të cilët din të lexojnë Kur'an, ju është pluhuros Kur'ani në shtëpitë e tyre. Sa janë ata? Sa janë ata të cilët din me lexu Kur'an? Allahu ja ka mundsuar di me lexu Kur'an. Mirë, po ndoshta hera e fundit që ai e ka prek Kur'anin është në Ramazan. Ramazani u kry, Bajrami erdh, përfundoi çdo gjë. U kryma deri kur? Deri në Ramazanin tjetër, inshallah. Sa janë ata të cilët ju kalon dita pa Kur'an, ju kalon java pa Kur'an, ju kalon muaj pa Kur'an, Kur'ani nuk është fare prezent në jetën e tyre. Sa njerëzve ju është pluhuros Kur'ani në raftet e shtëpijave të tyre. Dhe sa njerëzve ju është pluhuros telefoni. A ka dikush në mesin e besimtarve që i është pluhuros telefoni? A ka dikush? Jo, vallaj. Pse? Se telefoni është në duar tona vazhdimisht. Mirë po, sa janë ata që Kur'ani i tyre në shtëpijat e tyre është mbuluar me pluhur, nuk është prek kohë të gjatë, fatkeqësisht. Kjo është për ata të cilët din të lexojnë Kur'an. A është mja këthi shpinën Kur'anit? Edhe kjo është mja këthi shpinën Kur'anit. Ti Kur'anin e beson, për mua Kur'ani është i shenjtë, është fjalë Allahut, është mrekulli që nuk vdes asnjëherë. Unë e dua Kur'anin, e kështu me radhë, mirë po dëshmia. Dëshmia krejt asaj është praktika e jetës tonë. Sa janë ata të cilët lexojnë. Pastaj kthehemi tek ata të cilët nuk din të lexojnë fare Kur'an. Edhe në këtë kohë. Që ndoshta disa të cilët janë më të vjetër mund të arsyetojnë shkaku i rrethanave në kohën në të cilën kanë jetuar dhe nuk kanë pas mundësi që ndoshta ta mësojnë leximin e Kur'anit. Mirë, po rinia të ri të cilët jetojnë në këtë kohë dhe të cilët nuk din të lexojnë Kur'an. A do të gjendet ndonjë arsye para Allahut Azza wa Jall? Në kohën që ti je i telefonit, je i kompjuterit, je i gjitha gjërave moderne të cilat janë në mesin ton, në kohën që ti përcjell gjitha rrjetet sociale, në kohën që ti di gjuhë të huaja, në kohën që ti je i përparuar, i civilizuar dhe në fund nëse hapet Kur'ani dhe shkruan Elhamdulillahi Rabbil Alamin, apo kul a'udhu bi Rabbin Nas,
ti nuk je në gjendje me dallu njërën prej tjetrës. Por çfarë arsye? Unë nuk di. Dhe kjo është një mangësi e madhe në jetën e besimtarit në këtë kohë. I riu musliman mos të di të lexon Kur'an. Fatkeqësi në këtë kohë nuk di të lexosh Kur'an. Subhanallah. Është humbje e madhe. Fjala e Allahut Azza wa Jall që njeriu për çdo shkronjë i ka nga 10 sevape. Për çdo shkronjë i ka nga 10 shpërblime. Ti vetëm në momentin që e hap Kur'anin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa sevap u regjistron për ti? Dhe t'je në humbje nëse të kalojnë ditët e muajt e vitet dhe ti ende nuk di të lexosh Kur'an. A ka zgjidhje? Zgjidhje ka plot në xhamia, tek hoxhallarët, në vende të ndryshme, në kurse të ndryshme, online, në telefon, në çdo mënyrë që besimtari e gjen, duhet të interesohet që në fund mos t'i kalon jeta pa Kur'an. Mos t'i kalon jeta pa Kur'an. E mos flasim pas një kohë që ndoshta ti nuk do t'jesh i angazhuar. Ndoshta një ditë nuk do t'jesh në punë, nuk do t'kesh obligime, do t'kesh kohë të lirë të mjaftueshme. Dhe në fund vend kohën ta kalosh me Kur'an, do ta kalosh atë me muhabete të kota. Besimtari një gjë të tillë duhet t'i kushton rëndësi. Mos jetë nga ata të cilët i akthejnë shpinën Kur'anit. Andaj ne si musliman kemi obligim, kemi qasje të caktuar ndaj librit të Allahut Azza wa Jall. Ta besojmë atë, ta madhërojmë atë, ta lexojmë atë, ta meditojmë atë, ta praktikojmë atë, të jetojmë me Kur'an ashtu siç na udhëron Allahu Azza wa Jall. E pastaj ka dhe disa gjëra të cilat janë më të lehta, janë respekt ndaj Kur'anit. Mirë, po këto janë më të mëdha. Pastaj ato më të lehtat janë që besimtari mos ta lëshon në tokë Kur'anin, mos të lexon pa abdes, mos të vendon mbi Kur'an gjëra të tjera, mos të përdor ndonjë mënyrë e cila mund të llogaritet si nënçmim ndaj Kur'anit e kështu me radhë, ta ketë respektin ndaj librit të Allahut Azza wa Jall. Para këtyre gjërave janë gjitha ato që u përmendën. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që e duam Kur'anin, e lexojmë Kur'anin, jetojmë me Kur'an, e Allahu me ajetet e Kur'anit të na ngrit në shkallët e xhennetit. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.